Në vështrimin tonë, në çdo fjalë që flet për çfarë dashuri. Është nata e dytë e festivalit Vjosar. Dje u kënaqët apo jo? Po, sonte, pavarësisht se kemi thënë, ky festival nuk është vetëm kombëtar, nuk ka vetëm artistë shqiptar dhe përmetar. Natyrisht dhe ndahen. Babain e çojnë në Miça me djalin në një fshat shumë të largët. Pastaj nga Përmeti u shpërngul në Tiranë dhe vajza e saj familje, familja Jor Mero, këtu për të kënduar edhe në Shqip, edhe në anglisht. Do i përshëndesësh. Kam ikur dhe e prita këtë ftesë me shumë dashuri, erdha me vrap, jo me hap. Dhe sot do këndoj. Everybody, this is the second night of our festival Vjosar, and at the stage at the moment is a beautiful girl from Canada. She's gonna sing in Albania. Po më duket Përmeti si shumë herë më modern, shumë herë më i madh, me më shumë gjallëri se e kam lënë. Kisha mbi 10 vjet që s'kisha ardhur për vizitë. Më duket shumë herë më i bukur, nuk e di, ka rënë një nur i veçantë. Unë kam gjithmonë nostalgji për Përmetin, jam gjithmonë në kontakt me Bledi dhe me shumë përmetarë të tjerë, gjithmonë flasim me të shtëpisë. Kam ikur që e vogël dhe dua të jem më e pranishme në aktivitetet muzikore, artistike dhe ju jap fjalën që do jem këtu dhe në gusht të festivalin nënës. Është kënaqësi. Mua më ka ftuar Bledi Mane edhe Zysh Alma Strazimiri, që është drejtoresha artistike e festivalit, edhe kam kënaqësinë e madhe që të marr pjesë në edicionin e parë të festivalit. Edhe shëroj me parë në fakt në Përmet, edhe jam shumë i kënaqur me qytetin e Përmetit. Shikoj shumë zhvillim, edhe pse shëra parë kupton. Se unë kam disa vite që jam larguar nga Shqipëria, edhe është ushqimi shumë i mirë, është atmosfera shumë e veçantë, edhe njerëzit janë vërtet shumë të sjellshëm dhe shumë të këndshëm.
Përshëndetje, Report TV, është kënaqësi për mua që jam përballë jush sonte për të prezantuar një nga netët magjike të këtij festivali ndërkombëtar Vjosart. Ajo është edicioni I parë si vjet, por shpresojmë që këtu janë duar turkitet për Koço Tashkon, është një pjesë genial, një pianist genial që kemi mundur ta sjellim këtu dhe jo vetëm këtë, por dhe dy pianistë të tjerë të njëjtit nivel, Ivo Gjika dhe Adelaide Zhuri. I kemi marrë këto me shumë kënaqësi nga vendet ku ato studiojnë dhe nga vendet ku ato ushtrojnë aktivitetin e tyre artistik dhe krahas këtyre sigurisht kishim saze të përmetit, kishim Irma Libohovën, Eranda Libohovën, do ta kemi nesër mbrëma Klajdi Musabelliun, e shumë të këngëtarë të tjerë të ardhur nga vende të ndryshme të botës. Qëllimi është për të qenë të njësuar me gjithë të publik artëdashës që sigurisht ky ka dëgjuar këngëtar të mrekullueshëm, sepse këtu aktiviteti artistik me sa di është në preferencat e tyre dhe Bledi që është një organizator I shkëlqyer dhe një djalë zotni ja ka mundsuar apo aktivitetet të tjera që janë bërë është mundsuar të vinë, por kësaj radhe kemi servirur 3 pianistë që përfaqësojnë një pjesë akademike të gjës, jo muzikën e lehtë, jo muzikën moderne, por një pjesë ndryshe që ndoshta jo gjithkush e toleron këtë lloj muzike, por duhet të ngrihet publiku në skenë, ashtu siç ngrit mbrëm në atë natë magjike, që gjithsecili nga fëmijët këtu aq të mirë u bë personazhi I asaj skene modeste. Është një gjë modeste, por me emra të mëdhenj. Shpresoj që kjo të jetë një vjushmëri e gjithçkaje që mund pasojë më pas. Domethënë të jetë një embrion, një aktiviteti që të ketë një lloj edicione të tjera si sot dhe Bledi, të ketë edicione të tjera më pas. Sepse ku ka më mirë se të mbledhësh kaq njerëz të mirë në këtë qytet të bukur për të dëgjuar muzikë të bukur dhe kualitative. Faleminderit.